Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të Po të Flas. Duke nisur nga gjithë eksperienca juaj që ju keni dhe gjimnastika është baza e gjithë sporteve dhe gjatë gjithë viteve të përvojës tuaj me punën me fëmijët, kjo është një ndër arsyet që jeni këtu për të trajtuar këtë temë sot për temën e aktivitetit fizik në ditët e sotme në epokën e teknologjisë. A aktivizohen, a janë aktiv, apo kërkohet shumë pjesë aktivitetit sportiv në ditët e sotme aktualisht në Shqipëri? Do flisja me shumë kënaqësi për këtë temë, duke e njohur mirë edhe sportin e gjimnastikës prej shumë vitesh, pasi dhe vetë e kam ushtruar, e kam studiuar dhe në studimet e larta, gjithashtu dhe eksperienca profesionale post universitare. Një nga gjërat që desha të them, ne jemi klubi më i ri, një nga klubet më të reja në Shqipëri, ose shoqata sportive, si quhen sot, më e reja. Le të themi që do festojmë edhe pak një vjetorin e shoqatës tonë, dhe me thënë drejtën jam e lumtur edhe pse isha pak skeptike në fillimet e projektit që morën përsipër të çojmë përpara. Si diçka e re, normalisht. Jo, më shumë kisha atë frikën që në Shqipëri nuk njihet shumë gjimnastika, ndërkohë që dikur ose në kohën time ka qenë një nga sportet shumë të ushtruara, pothuajse e shtrirë në të gjithë Shqipërinë, dhe unë vi nga klubi Apollonia i qytetit të Fierit, ku kam qenë një gjimnaste profesioniste e kategorisë parë, dhe më pas kur fillova shkollën e lartë, bëm transferime në pranë klubit të studentit. Pastaj për arsye personale u shkëputa, megjithëse studimet i kam mbaruar shumë mirë, me rezultate shumë të mira. Gjimnastika ka qenë dhe do mbetet një nga dashuritë e mia të sporteve, megjithëse kam edhe preferenca të tjera, gjimnastika ka qenë dhe do mbetet gjithmonë e para. Sot jam trajnere gjimnastikës artistike, siç edhe ju thash, por që një pjesë të madhe të jetës time profesionale kam jashtë Shqipërisë, që më ka ndihmuar shumë të rritem dhe të zhvillohem profesionalisht. Kam pasur fatin të punoj në një nga klubet më të mira në Stamboll, ku edhe sot kam kontakte, dhe biles një nga gjërat e bukura që do t'ju tregoj është se edhe vetë emri i shoqatës është mbartur, ose është i njëjti emër me klubin që kam punuar dhe unë në Stamboll, dhe prandaj e quajtem Olimpark Albania. Ju sapo thatë që Olimpark tani edhe për pak bën një vjet, po do festoni një vjetorin. Si e keni parë ju, domethënë pjesën e kërkesës, progresi është në rritje, 3 mujor i parë, 6 mujor dhe tani një vjetori. Si e shikoni kërkesën nga ana e prindërve për aktivizimin e fëmijëve pranë shoqatës tuaj? Siç u thash edhe pak më lart në fillimet e projektit ishim goxha skeptik, ndërsa sot me shumë krenari do them që jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur sepse dashje pa dashje po bëhet promovimi i sportit të gjimnastikës, dhe pastaj lidhet me atë pjesën e diskutimit që do kemi në vazhdim, pikërisht me aktivitetin fizik, me të mirat, dhe vetëm të mirat që ka, më thënë, pjesëmarrja e fëmijëve në aktivitete fizike. Aq më shumë gjimnastika që është baza e të gjithë sporteve. Edhe se është dhe bën pjesë në listën e sporteve më të vështira për faktin sepse kërkon fleksibilitet dhe forcë, dhe duhet të shkojnë shumë mirë njëra me tjetrën, sepse mungesa e njërës ul performancën, kështu që duhet kemi një stërvitje të mirë në tërësi. Gjimnastika në Shqipëri, me thënë të drejtën, ka filluar të marrë zhvillim, dhe për këtë pjesë jam shumë e lumtur. Sigurisht që me ndihmën e Federatës Shqiptare, me mbështetjen e Komitetit Olimpik, biles para pak kohësh ne bëm mbledhjen e radhës të asamblesë përgjithshme
të gjimnastikës, ku u diskutuan shumë çështje dhe një nga pikat kryesore ishte ta bëjmë gjimnastikën sa më masive. Çdo të thotë sa më masive, të njihet sa më shumë dhe sepse gjimnastika është nga ato sporte patjetër, të ketë pjesëmarrje, sepse gjimnastika është një nga ato sportet mbështetëse. Nëse një fëmijë fillon gjimnastikën që në moshë të vogël, dhe kjo është një veçori e gjimnastikës sepse i lejon fëmijët të marrin pjesë që në moshë shumë të vogël, shumë të hershme. Për shembull, një nga risitë që ne kemi pranë shoqatës tonë është baby gym. Baby gym që dhe mosha kufijtë e moshës kufijtë e moshës janë 2 deri në 4 vjeç, sepse ajo përkon edhe me atë zhvillimin motorik, pothuajse final ose merr formë zhvillimi motorik, ku fëmijët e vegjël sapo kanë filluar të bëjnë hapat e para, vinë dhe duke i dhënë formë gjimnastikës nëpërmjet gjimnastikës rekreative, që është një gjë shumë e bukur, ku nëpërmjet lojrave, sepse thjesht rekreacioni është të përshtatura për moshës, të gjesh mënyra të reja, argëtuese, që ky sport të bëhet sa më i dashur për fëmijët. Dhe qëllimi kryesor, domethënë, është që çdo fëmijë që hyn në palestër ose në sallonin ton duhet të dalë i lumtur. Të dalë i lumtur dhe them që ja kemi arritur qëllimin. E qartë. Sigurisht me një punë nga ana juaj dhe stafit tuaj patjetër. Patjetër. Pyetja që shumë prindër sot bëjnë në momentin që vendosin të zgjedhin një aktivitet fizik për fëmijën, a e ndihmon aktiviteti fizik fëmijët që janë të mbyllur, më pak social, që ata në një që të zgjerojnë atë pjesën e socializimit, pjesën e bashkëpunimit, ndihmon me vërtet aktiviteti fizik? Sigurisht që ndihmon. Dhe duke u nisur nga shumë eksperienca që kam, sporti kolektiv është një zgjidhje shumë e mirë. Sidomos për fëmijë që janë të mbyllur ose më pak aktiv. Duke u marrë me sport, rritet produktiviteti, bashkëpunimi, miqësi të reja, komunikimi. Biles ka edhe një gjë të bukur në gjimnastikë, se për shembull një fëmijë që arrin të bëjë një ushtrim, në një moment që shikon që shoku nuk e bën dot ose shoqja nuk e bën dot, tenton edhe për ta ndihmuar ose me atë mënyrë, shiko se unë e bëra kështu, mund ta bësh edhe ti, provoje edhe ti. Edhe në këtë moment pikërisht është e pjesa e ndërhyrjes dhe bashkëveprimit me të tjerë. Që ndihmon të lirohen. Pastaj ka edhe fenomene domethënë të tjera që ka fëmijë për shembull që janë nën peshë, ka fëmijë që janë mbi peshë, edhe dashje pa dashje mësohet syri dhe pranon gjithçka, sepse ne jemi këta që jemi. Dhe jam e parimit që në një mendje të shëndosh është një trup i shëndosh. Kështu që janë ca gjëra që shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Duke qenë se gjimnastika është në vetvete një sport që kërkon fleksibilitet dhe forcë, duke i bërë të dyja bashk, mund të kapërcesh limitet personale. Kështu që nëse një fëmijë ndjehet i dobët ose është më pak aktiv, duke bërë gjimnastik, ai zhvillohet më shumë dhe krijon besim në vetvete, që është baza e gjithçka. Edhe janë ca gjëra domethënë që duke i marrë që në vogëli, dashje pa dashje do të i transmetosh edhe në të ardhmen. Me thënë janë përfitime, le të themi të përjetshme. E qartë, mendoj që raste të tilla pothuajse vinë çdo ditë pranë shoqatës tuaj. Edhe me ndryshimet globale në tërësi. Nuk dua të them që jeta është bërë më e vështirë apo më e egër, por është bërë më konkurruese. Dhe duke qenë më konkurruese kërkon që ti t'jesh një person edhe më i fortë. Dhe sporti është një nga ato gjëra, domethënë që ty të bën më të fortë, dashje pa dashje. Pjesa që prindrit tani
është të shtuar, çfarë edhe ju e pohuat pranë shoqatës tuaj, që është rritur kërkesa për aktivitete, po gjithashtu edhe në Tiranë normalisht shumë shoqata të tjera që merren me sportet të tjera, basketbol, mund të ketë noti dhe shumë të tjera, pohojnë pjesën që kemi një numër në rritje të kërkesës, domethënë të prindërve për të regjistruar prindërin pranë të aktiviteteve. Këtë ta konfirmoj me siguri. E shoh pothuajse çdo ditë, nga mesazhet, nga telefonatat, ose për shembull fëmijët që kanë ardhur, që po e ushtrojnë momentalisht, domethënë gjimnastikën, sjellin shokun, shoqen, krijohet ai rjeti, domethënë aq bukur sa që ti kënaqesh, do kënaqesh sepse është një gjë shumë pozitive. Duke marrë parasysh edhe që jemi tani në epokën e teknologjisë, është ajo. Me thënë, dy gjërat që kam kuptuar unë në gjithë të kohë, flas për pjesën profesionale në Shqipëri, dy probleme kryesore kanë prindërit sot. Fëmijë të mbyllur, fëmijë që nuk ushqehen mirë, dhe fëmijë që janë të lidhur shumë me teknologjinë, me ekranin në tërësi, të gjitha formave. Kështu që duke i mbajtur larg nëpërmjet aktiviteteve fizike, ulet koha e qëndrimit të tyre në këto në rrjetet sociale, përballë ekranit, e thënë më thjesht. Pse fëmijët që ndjekin në mënyrë konstante një aktivitet fizik janë më të përshëndruar dhe më të disiplinuar? Sepse të merresh me aktivitet fizik është qëllim në vetvete. Kështu që ai fëmijë e ka fokusuar veten të bëj diçka, dhe duke u marrë me sport, për shembull me sport profesionist, ai pretendon që nesër do marrë pjesë në një garë. Pjesëmarrja në një garë të shtyn më vonë që ti të kërkosh rezultate më të larta. Duke arritur një rezultat më të lartë, ti pretendon ndoshta të dalësh dhe kampion. Kështu që bëhet një objektiv në vetvete. Dhe duke pasur objektiv, ti je më i përfshirë me synim, kështu që do luftosh dhe do kërkosh të arrish qëllimin me çdo kusht. Normalisht ajo është pjesa që është edhe objektivi të gjitha atyre fëmijëve ose prindërve që sjellin fëmijët në pranë shoqatës tuaj apo kudo që fëmia e tyre nëse ka talent ose nëse ka dëshirë të rritet profesionalisht për shembull në gjimnastik. Është pjesa e ushtrimeve ose pjesa e aktiviteteve që ju zhvilloni. Janë ato një faktor kyç që ndikojnë në pjesën e përshëndrimit apo disiplinës së sjelljes së një fëmie, disiplinimit të sjelljes së tyre? Këtë do ta lidh për shembull duke e nisur që nga baby gym. Baby gym tek ne fillon në moshën 2 vjeç, që nga mosha 2 vjeç deri në 4 vjeç. Ka fëmijë, domethënë që në momentin e parë që vi në palestër, duke qenë se dhe ambienti është nga më modernit, i pajisur me vegla shumë sigurisht moderne, e shikon, me thënë, i duket sikur të marrë pjesë direkt në lojë. Dhe nëpërmjet parkureve që ne ndërtojmë aty, në bazë të llojit të mësimit, për shembull nëse sot vendosim të punojmë për forcën, ato ushtrime që përdoren për shembull për forcën, unë shpesh ju them dhe mamave ose babat që i shoqërojnë, mund të merrni pjesë dhe ju duke shoqëruar fëmijën, kështu që dashje pa dashje prindi bëhet pasqyrë për fëmijën, sepse ka fëmijë që janë më pak aktiv, ka fëmijë që janë shumë aktiv, ka fëmijë që janë hiperaktiv. Kështu që duke parë njëri tjetrin, dashje pa dashje zgjohet dëshira. Duke parë shokun që arrin të bëjë diçka ose një kërcim pak më shumë se sa ai, dhe ai do tentojë. Shpirti garues. Patjetër që shpirti garës është në çdo sport, kështu që pa shpirt gare nuk ka kuptim as sporti, dashje pa dashje. Në momentin që një fëmijë vjen pranë shoqatës tuaj, cilat janë ato hapat e parë ose pjesa e parë, si ju vendosni që një fëmijë të bëj X aktivitet ose duhet patjetër një plan i përshtatur individual apo keni një protokoll të qartë të veprimesh ose ushtrimesh? Si fillim, me thënë, merren bazat e gjimnastikës që kanë të bëjnë me përgatitjen fizike, me elasticitetin, qëndrueshmërinë, balancën,
dhe duke i prezantuar pak nga pak me veglat e gjimnastikës. Tash gjimnastika artistike, me thënë, zhvillohet dhe nga femrat dhe nga meshkujt. Gjimnastika artistike për femra në nivelin garues janë 4 vegla. Janë ushtrimet e lira e para, kërcimi i kalit, është paralele e shkallëzuar dhe trau e ekuilibrit. Gjimnastika për meshkuj ka 6 vegla, është ushtrimet e lira, kërcimi i kalit, paralelja e meshkujve, sepse është nuk e femrave është shkallëzuar, e meshkujve është paralele. Dhe në gjimnastikë artistike realizohen ushtrime të vështirësisë, kështu që duhet nisim me bazat e gjimnastikës, që të kalojmë avash, domethënë tek ushtrimet e vështirësisë së lartë. Që të realizosh një saltro në ajër, do shumë punë sigurisht, por që për fëmijët duket shumë funny, shumë e këndshme, dhe është një sfidë shumë e bukur për ta. Kështu që gjimnastika ka një gjë, o e dashuron përjetësisht, ose do ta uresh nga pamundësia për ta ushtruar. Por sot në botë është dhënë një kuptim tjetër gjimnastikës, saqë është pranë Federatës Internacionale të Gjimnastikës, është krijuar dhe një federat që i mëshon fort gjimnastika për të gjithë, Gymnastics for All, ku ne patëm fatin që presidentin e saj ta kishim mysafir pranë palestrës tonë, dhe ishte me vërtet një vizitë shumë e bukur, që pretendojmë që do kemi aktivitete në të ardhmen, dhe Shqipëria po bëhet gati që të organizojë një nga evenimentet më të mëdhaja, me shumë pjesëmarrje, mbi 10.000 pjesëmarrës nga e gjithë bota, edhe mendoj që do jetë një gjë shumë e bukur. Dhe kjo do ndikojë normalisht dhe imazhin e gjimnastikës dhe sportit në Shqipëri. Patjetër, do jetë një gjë shumë e bukur. Ajo që doja të pyesja është, e përmendet pak edhe në fillim, nga gjimnastika profesioniste në ndryshimet rekreative, pse vendosët që ju të fokusoni ose të bëni diçka ndryshe në Shqipëri? Le të themi që duhet të vepronim kështu, sepse të fillosh një projekt të ri, sidomos në gjimnastik, dhe ti jesh pjesë e federatës, do të thënë duke qenë pjesë e federatës, normalisht duhet të përgjigjesh edhe kërkesave që ka federata. Në pjesëmarrje në kampionatet që zhvillohen në nivel kombëtar. Tashi, nga këto fëmijë që do paraqiteshin ose që do bëheshin pjesë e Olimparku, sigurisht do përzgjidhen talente, dhe jemi akoma në përzgjedhje të talenteve. Megjithëse kemi marrë pjesë në 2 kampionatet e para që janë zhvilluar. I pari ishte kampionati kombëtar që u zhvillua në maj, ku ne si ekip dolëm në vendin e 3 dhe ishte një arritje shumë e mirë dhe shumë e bukur për Olimparkun, sepse motivon edhe të tjerët që të jenë pjesë e ekipit ton. Dhe pjesëmarrja e dytë ishte përsëri në Kupën e Republikës. Të dyja këto kampionate janë zhvilluar në qytetin e Shkodrës, pasi Shkodra ishte përzgjedhur si qyteti i sporteve. Dhe aty përsëri, me thënë për grup moshën 7-8 vjeçar, edhe morëm vendin e 3 si ekip. Kjo është normalisht për kaq pak kohë sa ju po funksiononi në Shqipëri, normalisht është një arritje. Është një arritje sigurisht për shoqatën sigurisht, edhe një kënaqësi dhe një motivim shumë i mirë edhe për fëmijët. Dhe normalisht kjo është një vlerësim për ju, duke qenë se tani për një vit jeni në Shqipëri, një vlerësim për gjithë punën tuaj. Ajo çfarë doja që të pyesja për të gjithë ata të cilët na ndjekin dhe na dëgjojnë, për të gjithë prindrit, çfarë ndodh konkretisht në tru kur një fëmijë ndjek një aktivitet fizik, në rasti konkret të gjimnastikës?
Duke qenë se në gjimnastikë ekzekutohen ushtrime të vështirësisë së lartë, sigurisht që truri është promotor i të gjithave, sepse prej trurit marrim urdhër të bëjmë gjithçka. Për shembull, në momentin që një fëmijë hyp në traun e ekuilibrit, në një lëvizje minimaliste, hyn në funksion mbi 200 muskuj. Tashi, duke hyrë në funksion këta 200 muskuj, komplet trupi është në alert. Është në alert që do të thotë rritje e përqendrimit në maksimum. Duke drejtuar shpatullat, për shembull, duke hapur krahat, krijohet një barierë që e ndihmon fëmijën të ruaj balancën ose ekuilibrin. Bebet e syrit hapen në maksimum që e bën më të përqendruar se sa kur. Dhe këto përfitime, do me thënë duke ushtruar vazhdimisht, janë të përjetshme. Këto nuk janë të thëna nga unë, këto janë të studiuara dhe të vërtetuara në praktikë. E qartë. Keni patur raste pranë shoqatës tuaj në momentin që mund të ketë ardhur një fëmijë dhe nuk ka arritur ta bëjë në fillimet e tij, për arsye të ndryshme ose shëndetësore ose fizike, sa mund të qenë kohë zgjatja që ai të arrijë të këtë përqendrim ose ekuilibër që ju kërkoni në stërvitjen tuaj? Shiko, ato janë gjëra që janë pak individuale, sepse çdo fëmijë është i ndryshëm dhe aftësitë e fëmijëve janë të ndryshme. Kështu që nuk është se është diçka e prerë. Për shembull që unë mund të them që një fëmijë mund ta bëj kapërdimin para ose mund të arrijë të bëj vertikalen për X kohë. Unë mund ta përllogaris parafërsisht, sepse për shembull mund ta bëj dhe më shpejt se sa unë mund të kem parashikuar. Eksakt. Aty pastaj hyn edhe ajo dëshira në mes për ta arritur, ajo kapërcimi i limitave personale. Kështu që kalitja është gjë më e bukur. Eksakt, praktika edhe praktika e vazhdueshme i ndihmon këta fëmijë që të kapërcejnë limitet personale. Cilat janë pasojat ose simptomat e teknologjisë tek fëmijët? Çfarë ju keni vënë re në punën tuaj? E para është postura. Postura ka të bëjë me shtyllën kurrizore, direkt me shtyllën kurrizore, me qëndrimin. Duke ekspozuar shumë në ekran të gjitha formave, një qëndrim i çrregullt sigurisht që dëmton shtyllën kurrizore. Për shembull, raste të shtuara janë problemet të skoliozës, lordozës, valgusit. Dhe gjimnastika është një nga sportet që i korrigjon këto. Nëpërmjet ushtrimeve gjimnastikore, duke forcuar muskujt e shpinës, ne rikthejmë një posturë korekte. Duke bërë gjimnastik, duke rritur fleksibilitetin edhe forcën, fitojmë një qëndrim edhe më të mirë. Në momentin që ju trajtoni për shembull posturën dhe fëmia arrin atë rezultatin dhe rifiton posturën e duhur, prindrit vendosin që fëmia përsëri të vazhdojë aktivitetin ose çfarë ndodh më pas me të tilla raste? Në momentin që një fëmijë paraqitet, me thënë në palestër, dhe unë vëre diçka, ose prindi vjen me qëllimin e caktuar, me thënë vjen një fëmijë diagnostikuar me skolioz, ose lordoz, ose kifoz, gjimnastika është zgjidhja më e mirë, ose një nga zgjidhjet më të mira, sepse ndihmon në zhvillimin e muskujve, edhe sidomos në rastin konkret të muskujve të shpinës, që duhet jenë sa më të fortë, sa më të fortë jenë muskujt e shpinës, aq më e mirë është edhe postura. Por kjo nuk do të thotë që në momentin që ndihet ndryshimi, aty mbaroj puna. Jo, puna duhet jetë e vazhdueshme. Po në rastin e kundërt, në momentin që ju shikoni diçka që është përtej gjimnastikës, bashkëpunoni me profesionistë të tjerë si fizioterapist, ortoped ose profesionistë të tjerë që ju e shikoni të arsyeshme, si funksionojnë të tilla raste? Patjetër. Kam rekomanduar shumë fëmijë
me thënë që të bëjnë një ekzaminim më të detajuar. Zgjidhja më e mirë është të paraqiten te një ortoped pediatër dhe ai pastaj i rekomandon zgjidhjen e duhur për të vazhduar ekzaminimet më teshme. E qartë. Përveç problemeve fizike, postura ato të cilat ne i përmendëm, raste të tjera të cilat kanë të bëjnë me çrregullime neurozhvillimore ose ADHD-ja në rastin konkret. Vjen një prind thotë un kam fëmijën me ADHD ose un shikoj që fëmia ime është hiperaktiv. Cila është struktura juaj e punës me raste të tilla? Është njësoj me rastet ose stërvitjet si fëmijët e tjerë, keni trajnime ose stërvitje specifike apo keni seanca individuale, seanca grupi, çfarë ndodh në të tilla raste? Sigurisht që kemi pasur edhe raste të tilla. Me shumë keqardhje them që shikoj një numër në rritje të problemeve të fëmijëve me probleme të ndryshme. Gjimnastika sigurisht që është një sport që i ndihmon, por që duhet profesionist. Do me thënë, duhen profesionist të gjimnastikës që të merren me fëmijë me aftësi ndryshe. Sepse normalisht është ajo pjesa në momentin që kemi patjetër diçka neurologjike, është pjesa që nuk kemi atë pjesën e bashkëveprimit, pjesën e të kuptuarit dhe puna juaj vështirësohet në të tilla raste. Sigurisht vështirësohet dhe jo pa qëllim ju thash, domethënë që dhe ai trajneri duhet jetë i specializuar të merret me fëmijë të tillë. Për shembull, për fëmijët hiperaktiv, gjimnastika sigurisht që i ndihmon. Për shembull, ne kemi një metodë pune që bëjmë një mësim prof, duke e parë në një mësim prof se si ai reagon në grup, aty mundohemi të gjejmë një zgjidhje apo një mënyrë më të mirë për këtë lloj fëmie, që t'i vim në ndihmë sa më shumë të jetë e mundur. Por që zakonisht janë fëmijë që kërkojnë një trajtim ndryshe, do të thënë kërkojnë një mësim të veçantë, sepse kur kanë aftësi ndryshe dhe kërkesat i kanë ndryshe, edhe lloji i mësimit është ndryshe. Kështu që është punë më e vështirë. Normalisht është ajo pjesa që edhe ju e përmendët, duhet tamam i specializuar për të qenë shumë i specializuar. E qartë. Në momentin që vjen një prindër ose një prind mund të pyes që fëmia im është përjashtuar ose nuk pranohet në shkollë sepse ka sjellje destruktive, ka sjellje mospranuese, refuzuese, shmangse, fëmia im nuk krijon dot shoqëri, fëmia im nuk qëndron në shtëpi, nuk luan me motrën me vllajin. Në momente të tilla, si e shikoni ju, domethënë një fëmijë të tillë në palestrën tuaj? Edhe këto raste i kam parë, i kam përjetuar, duke qenë edhe vetë nënë edhe e kam edhe më të vështirë, edhe me thënë mundohem të bëj maksimumin. Sigurisht që duhen ndihmuar se s'bën duhen ndihmuar në të gjitha format dhe në të gjitha mënyrat. Dhe konkretisht kam fëmijë të tillë, dhe me thënë të drejtën nuk është se dua, me thënë, t'i jap vlerë punës që bëhet tek ne, por që kemi arritur ndryshime shumë pozitive dhe shumë mirë. E qartë, po pjesa në momentin që një fëmijë mund të kërkojë në raste të tilla, në momentin që kemi një fëmijë me sjellje problematike dhe është referuar nga shkolla dhe prindri zgjedh që një ndër aktivitetet ose ato çfarë mund t'i ofrojë fëmijës është një aktivitet dhe pikërisht pranë palestrës tuaj. Ju shikoni që fëmia ka arritur rezultat pozitiv, merrni feedback pozitiv, fëmia zbaton rregullat, merr komandat, ndjek të gjitha stërvitjet, ushtrimet çfarë ju i jepni, është shumë në rregull dhe ndërveprues me pjesën tjetër të grupit, por në shkollë nuk është se është ky feedbacku aq pozitiv tek Atëherë mendoj që duhet parë edhe më gjerë. Në qoftë se një fëmijë bën reagim pozitiv në një ambient që nuk është shkolla apo familja apo kjo,
atëherë duhet shikohen të gjitha bashk, domethënë që të gjendet ekuilibri midis Normalisht ju bëni problemit atë edhe komunikimin fëmijës. me prindin. Patjetër. Prindi është kryesori. Me thënë, si në fëmijët me probleme ose me nevoja të veçanta, ashtu dhe në fëmijët që marrin pjesë në gjimnastik në nivel garus apo në nivel hobi. Sepse pa mbështetjen e prindërve, asnjë fëmijë nuk mund të shkojë përpara. E qartë. Ndonjë rast që ju ka mbetur ju në mendje gjatë gjithë viteve të eksperiencës tuaj, një rast i veçantë i cili po flasim nga nevoja që fëmia ka. Në rastin konkret mund të kishte një pjesë të posturës ose një diçka tjetër që ju ka lënë me vërtet një impakt. Janë disa, po një nga ato raste që do përmendja është jo në Shqipëri sigurisht, e kam në Turqi. Një vajzë rreth 7 vjeçë gjysmë 8, që kishte një sindrom shumë të rrallë në sy, në shikim, domethënë kishte minus 17, diçka e tillë, nuk e mbaj mend mirë, ka vite. Dhe kishte krijuar fobi, për shkak se nuk shikonte mirë, kishte krijuar fobi të ecte në rrugë, duke mos parë objektet përplaseshte vazhdimisht. Me thënë, kishte humbur besimin në vetvete dhe nuk dilte kur e pa shoqëruar. Jam marrë me atë vajzën për një kohë të gjatë, edhe unë nuk e dija që ajo trajtoheshte në një klinik shumë specializuar në Ankara. Dhe një ditë të bukur më vjen një telefonat nga mjekët E klinikës. Mu prezantuan sigurisht, ndërkohë që e jëma bënte vazhdimisht video gjatë mësimit që bëja me të, por duke menduar si që ditë prindrit që kanë qef domethënë të filmojnë, t'i kenë kujtim, t'i kenë gjërat personale. Dhe i kishin treguar videot, mënyrën edhe teknikën që përdorja unë. Më komplimentuan, më ofruan bashkëpunim, më thënë edhe është me vërtet një rast shumë i bukur. Ajo pa dashur kishte prishur dhe posturën duke ndetur si e ndrojtur, nga frika që mos përplaset me objekte të ndryshme, që zakonisht në çdo mësim do vinte e vrarë, ai që rrëzoheshte. Arritëm të rregullojmë posturën, të kapërcej fobin, arritet të kaloj rrugën vet. Edhe sot, me thënë kam komunikim, më përshëndetemi nëpërmjet mesazheve, telefonit. Ka raste të tjera plot, por që kjo është një nga ato rastet që më vërtet më ka goditur. Dhe normalisht në fillim puna juaj dihet kjo pjesa, por është edhe ajo pjesa se sa e rëndësishme është edhe gjimnastika ose aktiviteti fizik. Dalim në të pjesën që me vërtet që Sigurisht. ka përfitime me vërtet, të cilat ndoshta nuk vlerësohen aq sa duhet, akoma, edhe pse është rritur pjesa e kërkesës, por ndoshta ajo në formën e duhur është ajo pjesa çfarë edhe e përmendën thjesht prindrit e shikojnë si një aktivitet për fëmijën, një angazhim për fëmijën, por jo me vërtet atë pjesën e efektivitetit dhe feedbackut pozitiv, çfarë mund të marrë fëmia nga aktiviteti fizik. Vërej që ka disa lloj prindrish. Ka disa prindër që thjesht i sjellin fëmijët që të harxojnë kohën, ka prindër që pretendojnë, me thënë ka dhe prindër që pretendime mbi pretendime. Kështu që Janë të ndryshëm. ne jemi atje për t'ju përshtatur Të të gjithë gjithë nevojave. kërkesave dhe të gjithë nevojave të mundshme. Një mesazh për të gjithë ato të cilët na dëgjojnë. Cila do ishte ajo nga ana juaj? Nga ana ime, sa më shumë aktivitete sportive. Nuk dua të përsëris veten, por mendoni që duke u marrë me sport, do rrisni një fëmijë të përgjegjshëm, një fëmijë të disiplinuar, një fëmijë të edukuar, të shëndetshëm mendërisht dhe fizikisht.
që do jetë i Zoti i vetes në të ardhmen. Faleminderit. Mendoj që ishte kjo ajo gjithë përmbledhja e gjithë eksperiencës tuaj dhe këtij episodit të Pot Flas. Faleminderit që ishit pranë nesh dhe uroj të shihemi përsëri në episodet e tjera. Faleminderit juve radh parë për ftesën dhe një falënderim i veçantë nëse më lejoni, desha ta bëj për gjithë familjen e madhe Olin Park, për të gjitha ata prindër që me shumë dashuri dhe përkushtim sjellin fëmijët tek ne dhe na kanë besuar. Do mundohemi, t'ja shpërblejmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.